Faleminderit zonja ministre, pa e di ti zonja ministre një qytetari Durrësit të vinë në portë do lek ti? A e di këtë që ja ke bë me urdhër të ministrit do lek? Ashtu të vi një njëri nga jashtë, futet pagoj 600 lek, të vit bëj një zhdoganim. Jo, po transportesh edhe kjo, se unë nuk e kam lejen, jam shofer, do futem, pagoj 600 lek që të futesh porto. Kjo s'bën, nuk e sens. Nuk e sens. Qa është kjo 600 lek që për të futë në porto? Pagojnë gjithë. Pagojnë gjithë pa përjashtim, kamionistët. Një minut mos bërtit se na vune para, një minut t'i marrim me radhë. Në rregull je, po t'i marrim me radhë. Pra, për çdo hyrje bëhet një pagesë 2400 lekë vjetra, bashkë ngjitur dhe me arsyeën e hyrjes. Ndërsa 600 lekë është besoj se e ke fjalën për lejen mujore apo lejen vjetore. Jo, vjetore. Për një ditë. Okej, 2400 lekë është për automjetet e vogla dhe 600 lekë është për kamionet. Jo kamionet. Jo personale. Është 60 lekë leje editore personale për Po pra, 600 lekë. Tani, po çfarë të them tani, të lutem se kur thuhen gjërat kështu duket sikur, po në fakt jemi të qartë. Ky nuk është bulevard. Pra, nuk është si në bulevard që po i dhe tarif që do eci njëri. Këtu nuk vihet për të ecë. Këtu vihet për të marrë shërbime. Dhe gjithë kjo infrastrukturë dhe gjithë kjo strukturë funksionon edhe mbi bazën e tarifave që mbledh. Dhe kështu e kanë gjithë portet e botës. Nuk është puna se po bëhet këtu. Kështu që tani nëse ti na gjen shembuj portesh të tjerë. Një sekond, se po na qohen bari, ne mendojmë që më lartë se ke bari këtu është lule në krahasim me barin. Tani, e them këtë se kam pasur rastin të shoh edhe barin dhe Ankonën dhe Triestën, kur jam marrë me këtë punë atëherë ku ishte historia skare. Tani, gjithsesi, të gjitha këto, por ajo gjëja që unë jam 1000%, jo 100% dakord me ty, është e policia. Policia nuk mund të hajde në shtat, se policia është funksioni këtyre, nuk janë këta funksioni policisë. Nuk e kuptoj çdo më thënë hajde në shtat, drejtor. Policia është këtu që të garantoj që operacionet këtu vazhdojnë pa ndërprerje dhe siç i duhet këtyre, jo se cakton policia orarin se kur do punoj ai. Ai do punoj? Jo, kjo hajde në shtat, flasim për gjë tjetër. Kështu që, megjithatë, ajo që tha ministrja është thelbësore. Problemi ynë kryesor në mënyrë të vazhdueshme, u mërzitet ti vëlla? U mërzite? Të mërzita? Jo, me ty e kam. Jo, me këtë që mojmë mërzita. Po të mbarë pra se... Pra, koordinimi i njësive është problem vete. Që njësit mos bëjnë njëri thotë unë po bëj punën time, tjetri thotë unë po bëjmë punën time, dhe ndërkohë puna për cilën ato të dyja, apo të treja, apo të katërt janë është puna juaj, nuk është punë vetvete. Se po mos jeni ju këtu, s'ka nevojë as për polici, as për dogan. Dogana është këtu se jeni ju, policia është këtu se jeni ju. Që duhet të jetë në funksion të punës që bëni ju. Urdhëro.